Radio Pendimi, edicioni I lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Ndër të tjera në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni: Murat Jashari Yahyaga nuk naftoi e tha që nuk na përshëndeti. Hezbollah po ndihmon Asadin. Murat Jashari Yahyaga nuk naftoi e tha që nuk na përshëndeti. Familja e komandantit legjendar Adem Jashari ndihet e anashkaluar me rastin e 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës nga presidenti Atifete Yahyaga dhe kryeministri Hashim Thaçi. Kjo familje, e cila për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dha 20 anëtar të ngushtë, nuk po respektohet e as nuk nderohet siç duhet nga institucionet dhe liderët e vendit, shkruan në Bota Sot. Anashkalimi I parë që u bë familjes Jashari ishte ai në ceremoninë e ditës së parë të shënimit të 5 vjetorit të pavarësisë. Kryeministri Hashim Thaçi me apo pa dashje harroi të përshëndet Rifat Jasharin në manifestimin që u mbajt në Fakultetin Filologjik, edhe pse Bata Rifat ishte ulën në rreshtin e parë krah për krah me përfaqësues të lartë vendor e ndërkombëtar. E për më tepër, ky injorim I përfaqësuesve të institucioneve ndaj familjes Jashari vazhduan edhe në ditët në vijim. Rifat Jashari nuk u përshëndet as në 2 manifestime qendrore me 17 shkurt në paradën e pavarësisë dhe as në seancën solemne. I gjithë ky marifet I përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës për përfaqësuesin e familjes Jashari, Murat Jasharin, si duket ka pasur një qëllim të vetëm: anashkalimin e tyre nga ky prevetor I pavarësisë. Zharku në listën e kriminalëve më të kërkuar të botës. Ish-kryetari I Kaçanikut është kujdesur që edhe për fesën e pavarësisë së Kosovës të shkruajnë mesazhe bashkëpartijakëve dhe shokut e tij nga Ratia. Ani se kundër tij ka urdhër arrest ndërkombëtar. Autoritetet kosovare thonë se nëse nuk arrin të ekstradojnë nga Suedia për shkak të dyshtetësisë, do të kërkojnë që ai të vuajë dënimin me burg atje, mirë po ai ende është I lirë. Xhabir Zharku ka hyrë në listën e kriminalëve më të kërkuar të botës që nga 23 janari ai është duke u kërkuar nga Interpoli. Ish-kryetari I komunës së Kaçanikut I dënuar me 3 vjet burgim është duke ikur vuajtjes së dënimit nga 13 dhjetori vitit të kaluar. Këtë e ka bërë pasi kishte shtëruar gjitha mundësitë ligjore për ta shtyrë ekzekutimin e dënimit të tij. Pavarësisht vënies së tij në listën e të kërkuarve, Zharku ka deklaruar vetë se ndodhet në Suedi. Nga atje po pretendon të dëshmojë pafajësinë, pavarësisht se këtë nuk ka mundur ta bëjë gjatë gjykimit në Kosovë. Investimet e CES në Shqipëri, policia çeke nis hetimet. Policia çeke ka nisur hetime për 4 marrëveshje të kompanisë CES sa I përket investimeve në Shqipëri. Zëvendësia e CES ka thënë për sot për media çeke se policia ka kërkuar informacion mbi rastet që një vit më parë. Ne u kemi dhënë informacion në vazhdimësi atyre, tha zëvendësia Barbora Pulpanova, duke shtuar se ne nuk jemi në dieni të ndonjë shkelje. Hetimi përfshin edhe njësinë e shpërndarjes në Shqipëri, CES shpërndarje të së cilës I është hequr licenca në janar. Partitë Rome dhe Bosnjake bojkoton zgjedhjet në Maqedoni. Partia për emancipim të plotë të Romëve PCR dhe Partia Bosnjake Liga e Sanxhakut po bojkoton zgjedhjet lokale në Maqedoni. Kjo është theksuar nga 2 deputetët e kësaj partie që kanë deponuar dorëzimin e mandateve dhe që janë rreshtuar për krah bllokut opozitar, transmeton lajmin INA. Semka Ibrahimovski nga PCR ka bërë thirrje që Romët të bojkotojnë këto zgjedhje dhe të mos përkrahin asnjë parti politike që garoni zgjedhjet e 24 marsit, ndërsa ai apeloi që kryeministri Nikola Gruevski të pranojë propozimin e opozitës për shtyrjen e zgjedhjeve lokale për një muaj dhe të arrihet kompromis me opozitën. Edhe Liga Sanxhakut, e udhëhequr nga deputeti Safet Bleshvaç, ka theksuar se nuk merr pjesë në zgjedhjet dhe do të bojkotojë ato. Bleshvaç ka nënvizuar se tërë komuniteti bosnjak duhet të respektojë bojkotimin e këtyre zgjedhjeve, për shkak se vendi përballet me krizë dhe një reagim totalitar që anashkalon zgjedhjen e problemeve dhe të ardhmën e qytetarëve. Siri, Hezbollah po ndihmon Asadin. Opozita me kryengritësit armatosur sirian akuzuan grupin armatosur Hezbollah si autori I sulmit të 3 fshatrave sirian në kufirin me Libanin. Këshilli Sirian Kombëtar, organizimi udhëheqës I opozitës siriane, që koordinon si betejën ushtarake, ashtu edhe atë politike, tha se luftetarët e Hezbollahut kaluan kufirin mes Libanit dhe Sirisë dhe sulmuan 3 fshatra. Sipas KSK-s, Hezbollah është përfshirë drejt për drejt në konflikt, duke siguruar mbështetje në njerëz për regjimin e presidentit Asad. Përleshjet në 3 fshatrat kufitar janë konfirmuar edhe nga vetë Hezbollah, por kjo e fundit mohoi akuzat e opozitës siriane se po mbështet me trupa Asad.
ndërkohë Kombet e Bashkuara lëshuan alarmin se abuzimet me të drejtat e njeriut në Siri janë përkeqësuar. Në një raport të publikuar të hënën nga një grup i posaçëm i OKB-s, thuhet se konflikti ka marrë përmasa të një lufte fetare e radikale. Prokuroria e Hagës Carla Del Ponte tha se ka ardhur koha që Këshilli i Sigurimit i OKB-s të adresojë krimet e konfliktit sirian në gjykatën ndërkombëtare kriminale. Javën e kaluar OKB-ja deklaroi për mbi 70.000 viktima që nga nisja e kringritjes kundër presidentit Bashar al-Assad. Rusia dërgon ndihmë në Siri, merr qytetarët e vet. Ministria për Situata Emergjente e Rusisë ka dërguar në Siri 2 aeroplan të mëdhenj të mbushur me ndihmë humanitare. Zëvendësja e kësaj ministrie Irina Rosius tha se këto aeroplan do të kenë mundësi që të marrin mbrapa qytetarët rusë që janë në Siri. Ajo tha se aeroplanet janë nisur të martën me nga 46 tonelata ndihmë, duke përfshirë tenda, generator elektrik dhe ushqim, transmeton REL. Aeroplanet priten të aterojnë në Latakia, në bregun sirian të Mesdheut që të shkarkojnë kargon dhe të fluturojnë pasdite me qytetarët rusë të cilët dëshirojnë ta lënë Sirin. Rusia gjatë muajit janar pati dërguar 2 aeroplan në Beirut për të tërhequr 77 qytetarë rusë, shumica gra dhe fëmijë. Parashikimi i motit. Të nderuar dëgjues, sjellni edhe të dhënat e Institutit Meteorologjik për parashikimin e motit për ditën e martë. Koha në Prishtinë është 2 gradë Celsius, vranësira dhe reshje shiu. Po ashtu edhe Tirana ka 6 gradë Celsius me shi, ndërsa Shkupi ka 3 gradë Celsius, vranësira dhe reshje shiu. Ishte kjo tëra përgatitur për edicionin qendror të lajmeve të orës 16 në Radio Pendim. Deri takimit tonë të radhës, mirëmbëjtje. Dielli mund të lindë nesër, por ti mund të mos zgjohesh. Prandaj pendohu sot, duke dëgjuar